Big Brother VIP Albania 4 ka mbaruar dhe kemi një fitues, ai është Gjesti. Për të folur për dinamikat dhe për post Big Brother, kam të ftuar në një lidhje me Skype opinionistin ish banorin Elton Tocaj. Elton, shumë faleminderit për këtë intervistë me Skype. Faleminderit juve për ftesën përsëri. Elton, kam një pyetje të drejtë për drejtë. Ai ishte Gjesti, po themi banori që e meritonte plotësisht të ishte fituesi i këtij Big Brotheri? Të katër finalistët ishin fitues, padyshim në optikën tonë Rozana është ajo që e ka fituar realisht Big Brotherin. Nuk duhet të komentoj fituesin tashmë, sado që neve mund të themi jo po kemi fituar, ne jo kam fituar. Ka fituar një nga konkurrentët e tjerë pak rëndësi ka tashti, sipas të gjithë sondazhave që neve kemi bërë, të gjithë votave që kemi mbledhur, na përkon fiks 41.03% që na ka rënë në dorë je. Kështu që, sido që t'jetë puna, fituesi nuk komentohet, nuk gjykohet. Bravo i qoftë, fitoj, suksese, shpresoj që ta shfrytëzoj për mirë të gjë. Shpresoj që me faktin që hyri duke kopjuar Luizin, të paktën të kopjoj Luizin në suksesin që do ketë pas daljes nga Big Brother. Mos jetë një yll që do shuhet me mbarimin. Si e priti Rozana, po themi që u shpall Gjesti, duke qenë se shifra ishte shumë e afër sipas teje? Ne kemi kaluar 2 ditë post Big Brother, kemi dashur të marrim deri diku veten, megjithëse ka qenë e pamundur. Kemi pasur një drekë familjare fantastike tek Andeta, që është motra jone e madhe për të gjithë. Shumë e lumtur, absolutisht asnjë lloj keqardhje. Sido që t'ishte puna, Rozana e kishte thënë edhe në Big Brother që kushdo që ta fitoj nga neve të dy është fantastike. E tha dhe pasi mbaroi Big Brother që i uroj Gjestit fitore. E kam dashur me të vërtetë, realisht e ka dashur me të vërtetë që Gjesti ta fitonte. Sado që unë dje, për shembull, e kam pyetur gjatë ndërkohë që ishim në shtëpi dhe i thoja Roz, realisht e ke dashur patjetër fitoren e Gjestit? Po, tha, nëse do fitoja unë, tha, ose midis meje edhe Gjestit, tha, kushdo që ta merrte nga neve të dy, tha, do t'isha shumë e lumtur. E kam dashur shumë, e dua shumë fort Nubin, edhe patjetër tha që nuk më bënte fare përshtypje kjo gjë. Do t'ishte e pa kuptim ta kishte fituar Egli ose Laerti, po midis neve të dyve, tha absolutisht kishte asnjë lloj problemi. Kur u shpall fitues Gjesti, ka pasur një lloj feste të dukshme nga Gerta. Nuk e kam kuptuar kur këtë festën e Gertës, ndërkohë që Gerta zvajti dot edhe në finale, se më duket një budallik shumë i madh, që për natës si me vjerre vajta feta me Pullixiu. Domethënë është e pa kuptim kjo pse Gerta feston se fiton Gjestin, ndërkohë që po të kishte fituar vetë Gerta, ose të kishte dalë minimalisht në finale. Është kjo çështja e kësaj inatit që ditë të them vetëm diçka që në post Big Brother do ketë ato gjëra që mbase nuk thuheshin brenda në Big Brother, pasi nuk lejoheshin informacionet nga jashtë. Në post Big Brother kam për të thënë. Eltona, ka pas, po themi, si që ishte rasti që Gerta u gëzua, po ka pasur ndonjë, po themi, debat në prapasken gjatë finales? Gjatë finales, mbase jo, po në finale, në prova gjenerale, ka pasur debate, ka qenë Gert Ferra i cili ka përshtyr dhe ka sharë shpithon me ligër shtëpie Bernardin, duke ofenduar shumë rënd. Ka pasur një debat tjetër midis, me sa mora vesh, paktën me sa kam dëgjuar kur bëshe hyrja e njerëzve për spektaklin e finales, ka pasur një debat me një Petros edhe Viserdos, dhe në mbyllje të spektaklit, shumë ditërisht nga hiçi, pati një debat goxha të fortë midis Olës dhe Loredanës, që patjetër ishte Jozi ai që
e ka lindur ose nuk e qenë shkaku i këtij debati, po pjesa tjetër pastaj ishte shumë okay. Ka pasur shumë, po themi, reagime në momentin që Gjesti teksa performonte u mbulua me flamurin e Kosovës. Domethënë, ideja është që pse mos ishte i Shqipërisë, ndoshta një gjest përbashkues. Po pse duhet ishte i Shqipërisë dhe pse jo i Kosovës, ose pse jo që të dy? Ose, po pra, pse jo që të dy, po pse vetëm i Kosovës? Dëgjoj, kam përshtypjen kjo gjëja, ky është ushqim i nacionalistëve të smur, i atyre që kanë dashur gjatë gjithë kohës të krijojnë këtë përçarje. Jo, nuk ka asnjë problemi, gjësi nuk bëj si të Kosovës si të Shqipërisë. Është gjëja më normale e mundshme që mund të ekzistojë. Flamuri i përkohshëm i Kosovës është ai që ata kam përshtypjen që në një Shqipëri tjetër të madhe, që shpresoj të jetë shumë shpejt, flamuri do të jetë ai që kemi të gjithë në shqiptarë. Siç është edhe në Kosovë që në çdo shtëpi flamuri shqiptar është aty. Mbrëmjen e ndjeshme në fakt është diskutuar në një nga mediat e Kosovës që Gjesti mund të jetë një ndër këngëtarët që do të performojnë në ndeshjen në Shqipëri-Serbi. Sa mirë kanë marrë vesh ata, sepse Gjesti ka rrezik nuk e ka marrë vesh për vete. Dje kanë qenë këto, domethënë dje ka qenë dita e parë pas Big Brotherit. Unë do të isha shumë i lumtur që të ndodhte, në mos Gjesti, çdo këngëtar tjetër shqiptar i Kosovës duhet jetë besoj aty prezent për të fituar. Nuk ka rëndësi nëse është Gjesi domethënë apo jo, po simbolika është shumë e bukur. Nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, sepse Gjesti dje edhe ka ardhur tek festa erdhi, ishte shumë i hutuar, nuk është se u pak shumë përdall, deti pak hiku. Nuk e besoj se janë bërë të tëra këto. Dje ka qenë ditë pushimi zyrtar, si po e njëjta gjë dhe sot. Nëse do kishte pasur një komunikim për Gjesin, do kishte pasur edhe për 4 finalistët e tjerë. Sot ka pasur një takim, të paktën me aq sa diu, 4 finalistëve dhe producentëve. Pjesa tjetër pastaj ka qenë thjesht fest. Thjesht fest, është festuar, është kënduar, është kërcyer deri në orët e para të mëngjesit. Nuk ka qenë muhabet, nuk kanë bërë muhabete pune kur i thonë, përsa i përket saj. Mbase FSHF-ja mund ta ketë organizuar, mbase do të shkoj shtesa Gjesti. Po këtë gjë nuk e di po kushdo që të jetë, thash edhe një herë, nga Kosova është fantastike, sepse simbolika është e mrekullueshme. Ka pasur shumë video që janë bërë virale nga takimi që ka pasur Egli në Prapaskend pas mbarimit të Big Brother të finales me nënën e Gjestit. Shumë është komentuar si një lloj ftohtësie e këtij takimi dhe ndoshta po themi është aluduar për një lloj mospranimi të Eglit nga prindrit. Besoj se ju keni parë ato video, si komenton? Po jo nuk kam qenë aty, se nuk kam të vetë kam ti shosh, nëse ti e sheh gjatë gjithë kohës që kanë qenë kur janë marrë intervistat, unë kam qenë mbi skend, duke u marrë me punë të tjera, banorët, të paktën ata që unë kam pasur miq, kam qenë aty, kam pritur derisa doli dhe Rozi që pastaj se ne nuk ndetëm as në festën më njëherë pas Big Brother, po u larguam për në shtëpi. Për sa i përket pjesës së kësaj, duan prindrit nëse do Gjesti, pak rëndësi ka. S'do martohet as mami, as babi, se ata janë të martuar dhe nuk ka lidhje. Puna është atë do Gjesti, dhe jo atë duan prindrit e Gjestit. Sepse me sa unë kam parë, dhe me sa unë kam vëzhguar, të paktën këto ditë, që ata kanë qenë jashtë në finale, dje në fest, ata kanë qenë bashkë, por ishin pothuajse të padukshëm për sa i përket pjesës së veprimeve, përqafimeve, puthjeve, dashurisë apo jo.
Kështu që unë dyshoj këtë lidhje prindrit, sa mendoj që është i Zoti punës ai që duhet ta ndalë. Këtë gjë. Pra nga festa që pat mbrëm te after party i Big Brotherit, nga gjestet, jo nga artikulimi, po nga gjuhë e trupit, pra nga si ka ndendur në fest, a u duk që ndoshta, po themi, do zgjas një muaj kjo lidhje dhe pastaj do ndahen? Po cila lidhje, sepse Gjesti kur ka dalë nga Big Brother ka thënë që nuk jam në lidhje, jemi miq shumë të mirë. Se kam përshtypjen gjithë të pjesën e lidhjes po e shtym neve më shumë lidhje. Nuk më duket sikur ka lidhje. Mua më vazhdon dhe më duket kjo pjesa e saj që është Egli ajo që kërkon të ketë një lidhje, po me atë që unë kam parë dje dhe dje, nuk më është dukur sikur ka një lidhje. Një gjë normale midis dy të rinjve që kanë një kështu një marrëdhënie shumë të mirë shoqërore. Kaq. Gjë tjetër jo, nuk është se kam parë realisht. Dhe pasi gjithë doli nga Big Brother, kur u pyet nga gazetarët e Top Channel nëse do të ketë një lidhje po apo jo, ose si do të vazhdojë lidhja, ai ka shndruar deklaratës së tij që unë nuk kam asnjë lloj lidhje. Do të jemi miq të mirë, 50-50. Kaq. Në dijenin tuaj do ketë post Big Brother këtë vit? Banorët janë njoftuar për të qenë në Top Channel ditën e shtunë, sepse është post Big Brother. Shpresoj shumë të jetë live, që të mos ketë në thojza censura në kuptimin e fjalës, të jetë debat i lirë, jo i regjistruar, të mos ketë ato prerjet, ato debatet e forta që mund të jetë, le të transmetohen. Për sa kohë ky Big Brother ishte shumë i fortë, ishte shumë toksik, pse të mos jetë edhe posti i tillë. Mllefet, inatet që kanë qenë dikur jashtë dhe kur kush nuk e ka ditur, përse arsyen, atëherë mendoj shumë qartë që do thuhen në live në post Big Brother. Jam shumë i sigurt për këtë gjë. Di disa detaje shumë të forta që nuk mund t'i ndaj, që priten të thuhen në post Big Brother. Kështu që jam sy e vesh në studio do të jem, bashkë me Rozin për të çmontuar disa gjëra të tjera. A ju ka shkuar ftesat gjithë banorëve përfshirë dhe Jozin, pra mund të kemi një lloj ballafaqimi? Jozi është totalisht, me sa unë kam kuptuar, është totalisht i përjashtuar nga formati i Big Brother pas asaj që ka ndodhur. Kështu që nuk mund të jetë. Pra s'do kemi një shans ballafaqimi mes tyre? Jo, nuk ka shans. Nuk e besoj. Jozi është përjashtuar nga Top Channel dhe nga Big Brother. A do e donte publiku një ballafaqim të tyre? Publiku kam përshtypjen që po, do ta donte një ballafaqim të tyre. Dëgjoj. Nuk dua të jetë benzin zjarrit, nuk dua të them asnjë lloj gjëje nga këto, po fakti që Jozi pati një mbështetje të frikshme pas asaj që ndodhi, unë e lidh me pjesën e votimeve, gjithmonë se unë aty kam ndodhur tek kur thonë është një shprehje popullore, o lele pra banica ime. Domethënë unë rritë mendoj pjesën time të votimeve, dhe mbaj mend, në fakt dje takova Kiarën, Eglën, nga dy nga tre fituesit që unë kam punuar për ta dhe të gjithë më thonin diçka. It's okay, mos u mërzit, ke nxjerr 3 fitues deri tashti, është perfekte dhe kam përshtypjen të gjithë më thonin të njëjtën gjë që dhe Rozi është fituese, por nuk e dim pse përse nuk ju dha. Megjithëse unë e kam shumë të qartë këtë gjë që është dashur të bëhet një lloj pajtimi ose një lloj gjëje. Ose shifrat mund të kenë ndryshuar, ajo 0.03% që mund të ketë kaluar nga favor të Gjestit. Diçka e tillë. Për sa i përket Jozit edhe Gjestit, dyshoj që do të ketë një ballafaqim. Do doja shumë. Njerëzit kërkojnë shumë të ketë një ballafaqim. Po kam përshtypjen se dëgjoj, në momentin që mbyllet ajo dera, siç ndodhe rëndom, kam 16 vite që
merret me Big Brother. Dhe në 16 vite, në momentin që ajo dera atje mbyllet, të gjithë banorët dalin, është e pamundur që ti rikthesh dhe njerë temave çfarë ka ndodhur brenda. Përveç postit, që okej, është pjesë e formatit, pjesa tjetër jo. Nuk e besoj që. A do ishte një sukses nëse do bëj një Big Brother me të gjithë fituesit ndër vite? Atëherë, Big Brother All Stars, që është bërë në Angli edhe në një dy vende të tjera. Sukses. A do të ishin dakord njerëzit të futeshin se është pak e vështirë, po shiko, lezeti i Big Brother është një edicion i vetë. Pastaj çdo edicion tjetër ku mund të futet nuk e besoj se do të vazhdoj të shkëlqej një lloj siç ka shkëlqyer tek edicioni i tij që ka qenë aq origjinal, aq perfekt sepse kur rifutesh njerëzit presin o të ripërsërisësh vetën, o të jesh shumë herë më mirë se ai që ke qenë. Por ndërkohë ai nuk mund të bëj veprime ekstreme sepse ka çfarë humb tani, sepse është tjetër gjë tani. Për veprime ekstreme besoj se i referohesh vetëm gjestit, se fituesit e tjerë nuk kanë pasur asnjërin. Jo veprime Ka ekstreme. përcime muri, apo të ketë përfunduar në shuplaka, apo të ketë përfunduar në... Kisha në fjalën që një po themi ish fitues e ka shumë të vështirë që të futet edhe një herë në bik që të luajë me imazhin e vet. Se nuk dihet se si del, po themi, për herë të dytë, pra mund të dalësh shumë herë më i rrënuar nga imazhi se që e futur, se po themi që nuk dihet më lojtarët. Po shiko, po të marrë për shembull rastin e Luiz Zellit. Luiz Zelli sa herë të rifutet në Big Brother, do të jetë fitues absolut në të gjithë me të gjithë morinë e votave që ka marrë madje edhe më shumë, sepse tash ka dhe brezat të tjerë që vinë dhe dëgjojnë që nuk ka Big Brother si ai që ka qenë Luiz Zelli. Është e vërtetë. Nuk ka Big Brother si ai. Po dhe Luizi nuk ka lodhur kurrë me ekstreme që mund të tuli figurën. Dhe kam përshtypjen se njerëzit për shembull nëse futet Luizi, ajo që presin është të jetë po ai Luizi që ka qenë. Po. Është e pamundur që ti të pëlqesh një ish fitues ndryshe. Unë doja Luizin të ishte banor, po të ishte edhe një herë ai Luizi si që ishte dhe akoma më me humor, akoma më i fort në lojë. Kështu që jo, nuk e besoj që mund të penalizoj. Ilio Shaqiri, jo, nuk penalizoj se s'ka bërë një lojë. Egla Theno, jo, nuk e besoj, sepse janë lojtarë që kanë ndodhur me ekstreme brenda limiteve, ndryshe nga i vetmi fitues që është arratisur nga shtëpia e Big Brotherit dhe nuk e besoj se do ta rigjente edhe një herë veten fitues brenda. Fati i madh i tij ishte sepse gjesti ishte në Big Brother Vip Kosova. Të gjithë e dim që nuk e votonin, nuk është votuar, ka dalë para gjysmëfinales. Në një shumatore votash, gjesti më tepër vota ka marrë nga Zvicra se sa ka marrë nga Kosova. Kështu që kjo është pak por e sigurt. Nuk e besoj se gjesti për shembull do të ishte një lojtar që do të rifuteshe dhe do të korte një sukses që ka korru këtë edicion, suksesi i gjestit ju dha vetëm sepse erdhi në Shqipëri, se për sa kohë ishte në Kosovë, realisht gjesti ishte ai lojtari me brek, me kordele në kokë dhe me sherre me xhenet. Tu i mungoj vetëm kordele, po pjesa tjetër ishte.